Një mega operacion është zhvilluar nga policia në orët e para të mëngjesit të kësaj të shtune, në kuadër të operacionit policor të koduar grupi për goditjen e aktivitetit kriminal në fushën e trafikimit dhe shpërndarjes së lëndëve narkotike në qytetet Elbasan, Librazh dhe Prenjas. Sipas bluve, operacioni u zhvillua nga sektori për hetimin e narkotikëve dhe trafiqeve të paligjshme në DVP Elbasan, në drejtimin e prokurorisë së Elbasanit, me mbështetjen e Forcës Kombëtare të Sigurisë, njësia FIR. Në kuadër të operacionit, nga Prokuroria Elbasan janë lëshuar gjithsej 24 urdhra ndalimi, ndërsa janë ekzekutuar 16 urdhra ndalimi, ku 8 urdhra ndalimi janë ekzekutuar gjatë operacionit të kësaj të shtune, ndërsa 8 urdhra ndalimi janë ekzekutuar gjatë periudhës hetimore njëvjeçare. Gjatë operacionit, u bë e mundur ekzekutimi i 8 urdhrave të ndalimit për shtetasit me iniciale ISH, 38 vjeç, RZ, 52 vjeç, GQ, 23 vjeç, AB, 49 vjeç, NS, 39 vjeç, LF, 33 vjeç, JI, 31 vjeç dhe MQ, 32 vjeç. Gjithashtu, u ekzekutuan 27 vendime të gjykatës për kontrolle banesash dhe ambientesh të ndryshme, teksa vijon puna për lokalizimin dhe kapjen edhe të 8 shtetasve të tjerë, të cilët gjatë këtij operacioni nuk u gjetën në banesa. Ndërkohë, gjatë operacionit është kapur shtetasi i shpallur në kërkim 54 vjeçari me iniciale PC, i dënuar nga gjykata e Durrësit për veprën penale menaxhimi i mbetjeve, kryer në bashkëpunim, ndërsa është arrestuar në flagrancë një shtetas tjetër, 39 vjeçari me iniciale RH, për veprimtari kriminale në fushën e narkotikëve. Autoritetet policore gjatë kontrolleve gjetën 9 kg lëndë e dyshuar narkotike kanabis, një pjesë e ndarë në doza gati për shitje, rreth 100 gram kokain, një pjesë gati për shitje, 5 peshore elektronike, 7 automjete dhe 17 aparate celular, të cilat janë sekuestruar në cilësinë e provës materiale. Strukturat e hetimit të DVP Elbasan, në drejtimin e Prokurorisë Elbasan, vijojnë punën për dokumentimin e plot ligjor të kësaj veprimtarie kriminale, si dhe për kapjen e shtetasve të shpallur në kërkim. Materialet procedurale i kaluan prokurorisë për veprime të mëtejshme.